a dini kush është humbësi? Kështu i ka pyet njëherë Muhamedi alayhi salam shokët e tina. E shokët e tina kanë thonë ja Rasulullah, ai që s'ka pasuri, s'ka kurrë para vete, që ai është që ka humb. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, humbësi është ai i cili kur shkon ditën e gjykimit vjen me salah, është fal, e ka dhënë zakatin, ka agjëru, me punë të mëdha vjen ditën e gjykimit. Mirë po, këta ka fy, këta ka shah, por këta ka fol keq, këta ka përgoju, këta ka rre, Allah na lut, këta ka vra. E thot Muhamedi alayhi salam, ky ja merr sevapet, ky ja merr sevapet, ky ja merr shpërblimet e punëve të mira, ky ja merr shpërblimet e punëve të mira. Krejt shkojnë të ja marr para se më llogarit kur qitet në kanar, nuk ka kur gja para vetes, për shkak se ja kanë marr njerëzit të cilëve ky u ka bë pa drejtësi. E kjo është humbje e qartë. Sa që ka thonë Muhamedi alayhi salam, kur qitet në kanar nuk ka ma vepra, e bëhet prej banorëve të zjarrit. Allahu azza wa jalla na ruajt e na bëj prej muslimanëve të mirë.